27.000 maturant do t'i nënshtrohen në ditën e sotme provimit të parë të maturës shtetërore, ku do të testojnë njohurit për gjuhën e huaj. Provimi do të nisë në orën 10 dhe do të zgjasë 2 orë 30 minuta sipas rregullores për maturën shtetërore. Në të gjithë vendin janë 145 qendra votimi që do të administrohen nga një përgjegjës administrimi dhe administrator të saktuar për çdo mjedis ku zhvillohet provimi. Gjithashtu janë angazhuar më shumë se 640 mësues që do të korrigjojnë testet. Këtë vit, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vendosur që do ketë edhe testet të personalizuara për maturantët, që janë me aftësi speciale. Maturantët do t'i nënshtrohen provimit të gjuhës shqipe dhe të letërsisë më 10 qershor dhe pikërisht të matematikës më datë 17 qershor dhe provimin me zgjedhje më 24 qershor. Një ditë përpara provimit të parë të maturës shtetërore, ishte pikërisht Ministria e Arsimit dhe e Sportit Ogerta Manastriliu, e cila publikoi rregullat që duhet të ketë në konsideratë çdo maturant përpara dhe gjatë zhvillimit të testeve të maturës shtetërore. Telefonat dhe ora smart janë të ndaluara rreptësisht si pjesë e masave për të shmangur mundësinë e kopimit apo edhe nxjerrjes së testit, siç ka ndodhur edhe në vazhdimsi.